بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Emrin Allah të falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së vetëve dhe veprave tona, cilin ndoj që Allahu e udhëzon, nuk ka kusht të devijojë. E kushdo që devijon, nuk ka kusht të udhëzojë as kusht tjetër përveç tij, xhelle xhelaluhu wa xhelle sha'nu. Shmend të deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu t'i lutemi të na japë dije të dobishme, na mundsoj që të jetojmë dhe të punojmë me këtë dije, e që ta kemi argument ditën që do dalim para tij, atë ditë që nuk bën dobi as pasuria, as fëmia, kurse bën dobi vetëm ai që del para Allahut me zemër të pastër, me zemër të shëndosh. Vazhdojmë në shpjegimin e akides, të cilën e ka përmbledhur Imam Ebu Ja'far at-Tahawi, pra akidja at-Tahawiyya. Thot autori Allahu mëshiroft, jemi në kapitullin e shefaatit të ndërmjetësimit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Wash-shafa'atu allati dakharaha lahum haqq kama ruwiya fil akhbar." Dhe shafaati, pra ndërmjetësimi, të cilin profeti alayhi salatu wassalam e ka ruajtur për besimtarët, është hak, thot, është i vërtetë, sikur se është transmetuar në transmetime. Futet autori Allahu mëshiroft në këtë kapitull, dhe kapitulli i shefaatit të ndërmjetësimit profetit Muhammed alayhi salatu wassalam është tek ato tema që dietarët në librat e akides të besimit pra e kanë vendosur dhe kanë folur për të si në çështjen e njësimit të Allahut, po edhe në çështjen e ditës së fundit, ditës gjykimit, sepse ka lidhje njëra me tjetrën, domethënë kanë lidhje, pra shefaati ka lidhje me të dyja këto temat, ndërmjetësimi ka lidhje me të dyja këto temat. Dhe në këtë çështje kemi disa pika që duam t'i sqarojmë me lehtë Allahut. E para është çfarë nënkupton ndërmjetësimi, shefaati. Shefaati i profetit alayhi salatu wassalam, ose fjala ndërmjetësim, çfarë nënkupton? Tash nga ana gjuhësore që njihet tek njerëzit, ndërmjetësimi është që dikush të futet ndërmjetës, pra të futet mes midis dy personave, në mënyrë që njëri prej tyre t'i largojë një të keqe apo t'i sjellë një të mirë. Kjo është nga ana gjuhësore apo nga ana që njihet tek njerëzit, pra dikush të futet ndërmjetës për t'i bënë një nder dikujt tek një person tjetër. Ndërsa nga terminologjia sheriatike, shefaati është ndërmjetësimi që ka për të ndodhur ditën e Kiametit, pra ditën e gjykimit, sipas argumenteve të cilat na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet, dhe se kjo ka për të ndodhur pra ditën e Kiametit. Edhe kanë për të ndërmjetësuar, pra jo vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam, po ndërmjetësuesit që na kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Dhe këto, sipas atyre që kanë ardhur në tre lloj, janë profetët, me lajket edhe besimtarët. Argumentet kanë treguar që këto të tre grupe janë ato që do të ndërmjetësojnë për krijesat, për njerëzit. Profetët, me lajket dhe besimtarët. Çështja e dytë, ndarjet e njerëzve apo grupet e njerëzve në çështjen e shefaatit, për ndërmjetësimit. Në aspektin e atyre të cilët e pranojnë
shefaatin apo jo, ndahen në 3 pjesë, në 3 grupe. Ose në aspektin e atyre që kanë për të arritur këtë shefaat ose jo, këto ndahen në 3 grupe. Të parët janë idhujtarët, ato të cilët besuan se shefaati në ditën e Kiametit është njësoj, pra në ditën e gjykimit është njësoj si shefaati, si ndërmjetësimi që ndodh në këtë dynja, si ndërmjetësimi midis krijesave. Pra, këto ranë, më thënë, në idhujtari me krijesat, saqë besuan që krijesat kanë në dorë diçka tek Allahu subhanahu wa taala, dhe për këtë arsye, domethënë, ranë në adhurimin e tyre, sepse te i kalon kufirin në atë që duhet të jetë për krijesën. Dhe kjo ka ndodhur domethënë tek të hershmit, po edhe tek të vonshmit, adhuruesit e varreve. Për çfarë adhurojnë? E tregon Allahu, thotë, nuk i adhurojmë. Kur flet për këto, e tregon Allahu që thotë, ato thojnë nuk i adhurojmë vetëm se që të na afrojnë tek Allahu apo që të ndërmjetësojnë tek Allahu subhanahu wa taala. E kjo, më thonë, është diçka që normalisht nuk lejohet, sepse ka kushte ndërmjetësimi. Edhe këto ranë në një gabim duke pretenduar që këto të ndërmjetësuar kanë në dorë të bëjnë dobi tek Allahu, ndërkohë që gjendja e këtij personit që kërkon ndërmjetësimin, pra nuk është në gjendjen që Allahu subhanahu wa taala e do dhe kënaqet me të. Grupi i dytë janë ata të cilët mohuan argumentet e shumta që kanë ardhur se shefaati, pra ndërmjetësimi, ka për ndodh për gjinaqarët e besimtarëve. Këto janë xhavarixhët, të cilët vendosen një bazë për besimin e tyre se kërcënimi që ka ardhur në Kur'an apo në Sunet me do e mos duhet ndodhi. Duke harruar se Allahu subhanahu wa taala fal, ja t'i kalon, e pranon pendimin. Po këto duke i nxjerr njerëzit prej besimit për shkak gjunafeve, thanë që ndërmjetësimi nuk ka për t'u arrit për gjunaqarët e besimtarëve. Thanë që ndërmjetësimi nuk do arrihet për gjunaqarët e besimtarëve. Ndërkohë që argumentet kanë treguar se prej personave të cilët do ndërmjetësohet për ta janë pikërisht gjunaqarët. Grupi i tretë janë besimtarët e drejtë e ehli sunneti wal xhamati, të cilët e pranojnë çdo gjë që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe janë në metodën e drejtë për sa i përket shefaatit, ndërmjetësimit, duke pohuar se kjo do të ndodhë edhe duke i dhënë Allahu subhanahu wa taala madhështinë që i takon nëpërmjet këtij besimi. Pasi besimi për shefaatin, sikur se thamë, nuk është vetëm çështje çfarë do të ndodhi, mirë, por nëpërmjet saj Allahu subhanahu wa taala, do të thonë, del në pa madhështia e tij, del në pa mëshira e tij, del në pa urtësia e tij, del në pa përsosmëria e tij, xhelle fi ula. Çështja e tretë, ehli sunneti dhe xhamati i kanë disa rregulla, disa baza, disa usule për çështjen e ndërmjetësimit. Edhe këto mund t'i shkurtojmë me 4 rregulla. Sot do të përmendim vetëm një prej tyre. Ky rregulli i parë është se ka ndryshim të madh midis ndërmjetësimit në këtë botë dhe ndërmjetësimit në botën tjetër. Dhe këtë gjë besimtari duhet ta ketë, të ngulitur, që ndërmjetësimi në botën tjetër, që kanë treguar argumentet,
nuk është i njëjtë me ndërmjetësimin këtë botë. Sikur se thamë, ndërmjetësimin në botën tjetër ndodh që nëpërmjet tij del më pa madhështia e Allahut, del më pa sundimi i Allahut, del më pa mëshira e Allahut, del më pa urtësia e tij, xhalla fi ula. Ndërsa ndërmjetësimin këtë botë ka ndryshime, do të thonë është ndryshe nga ndërmjetësimi në botë, dhe po ti shikosh në përgjithësi argumentet që kanë ardhur kur flasim për shefaatin, për ndërmjetësimin në botën tjetër, janë tre llojesh. Lloji i parë që mohohet shefaati, pra pranimi, mohohet shefaati, mohohet dobia e këtij shefaati, këtij ndërmjetësimi, pra ose pranimi. Kur thot Allahu, pra ruajini asaj dite, pra përgatituni për atë ditë që nuk ka në të as tregti, as miqësi edhe as ndërmjetësim. La bej'un fihi, wala khulletun, wala shafa'a. Këtu Allah e mohon që të ketë ndërmjetësim atë ditë. Në argumentin tjetër, në ajetin tjetër thot, wala yuqbalu minha shafa'a, dhe nuk pranohet asnjë lloj ndërmjetësimi. Tu Allahu mohon që të pranohet ndërmjetësimi. Wala tanfa'uha shafa'a, dhe nuk I bën dobi ndërmjetësimi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pra, po ti shikosh, as pranim, as dobi, madje as ndërmjetësim fare. Dhe gjithë kjo që njerëzit ta dinë se shefaati në botën tjetër nuk është si shefaati, si ndërmjetësimi, do thënë, që ndodh në këtë botë. Lloji I dytë I argumenteve është që Allahu subhanahu wa taala ta mohoi ndërmjetësimin, mirë po me një përjashton, domethënë, sikur se ka thënë, yawma idhin la tanfa'uha ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Atë ditë pra nuk I bën dobi shefaati përveç se atij që Allahu subhanahu wa taala është I kënaqur me të. Pra, këtu e ka mohuar, pastaj ka bërë përjashtim që ndërmjetësimi pranohet për atij që Allahu subhanahu wa taala është I kënaqur me të. Dhe lloji I tretë është pohimi se ndërmjetësimi është pronë e pastër e Allahu subhanahu wa taala dhe nuk I përket askujt përveç tij, xhalla fi ula. Thot Allahu, qul lillahi ash-shafa'atu jami'a, lahu mulku as-samawati wal-ard, thumma ilayhi turja'un. Thuaj, Allahut I përket I gjithë ndërmjetësimi, dhe atij është çfarë ndodhet në qiell dhe në tokë, pastaj tek ai do të ktheheni. Ky ajet është ajet madhështor dhe nga bazat që dietarët e besimit e kanë përmend, thonë se ky ajet domethënë e heq nga zemra çdo lloj lidhje që ka njeriu me krijesat. Çdo lloj lidhje që ka njeriu me krijesën, ky ajet janë nxjerr prej zemrës. Dhe me I tregu se, domethënë, duhet ta lidhë njeriu zemrën e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dërsa ndryshimet që ka shefaati I kësaj bote me, pra ndërmjetësimi I kësaj bote me ndërmjetësimin e botës tjetër, janë shumë, po mund përmendim këtu, t'i shkurtojmë në 8 pika. E para është se ndërmjetësimin në këtë botë e ve personin që po ndërmjetësohet në lëvizje dhe ndikon që ta nxisi për të pranuar ndërmjetësimin për një person tjetër. Edhe kjo normalisht nuk lejohet thuhet për Allahun subhanahu wa taala. Kush mund të ndikojë tek Allahu subhanahu wa taala në moment që Allahu xhalla fi ula ka vendosur për diçka e dikush ta ndryshojë atë që Allahu ka vendosur. Pra Allahu nuk kishte për ta vepruar diçka, e dikush shkoi ta ndikojë Allahun
e më pas Allah ta veproi diçka që nuk kishte për ta vepruar. A mund ta thotë dikush, a mund ta thotë një besimtar për Allah? Absolutisht. Thot Allahu: "Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." O robërit e mi, ju nuk arrini të më bëni mu dobi, as nuk arrini, nuk më bëni dëm. Më thënë Allahu subhanahu wa ta'ala është i pasur, është fuqi plot, nuk ka nevojë për krijesa. E kush mund shkoj tek Allahu dhe ta ndikoj atë që të veproj subhanahu wa ta'ala diçka që s'kishte për ta vepruar. Pra diçka e tillë nuk lejohet absolutisht thuhet. Ndryshimi i dytë është se ndërmjetësimi në këtë botë i tregon personit tjetër që cilit po i bëhet ndërmjetësimi diçka që ai nuk e dinte. Shkon dikush për shembull, do të ndërmjetësoj për një person. I thot: "O filan, kryja këtë hall filanit sepse 1 2 3 4 5 kështu e ka hallin, kështu i ka arsyet e kështu me radhë." Kjo absolutisht nuk mund thuhet për Allahun subhanahu wa taala, pasi ai e di çdo gjë. Allahu subhanahu wa taala nuk ka gjë, do thënë që ndodhet në këtë gjësi vetëm se ai e din. Edhe për ato që thot Nesullahi fe nesihum, ato e harruan Allahun dhe Allahu i harroi ata, kështë për qëllim harresa, domethënë, pra mosdia, për qëllim që Allahu i ka lënë në veprat e tyre. Dhe jo që Allahu subhanahu wa taala ka diçka që ai nuk e di. Ai di gjithçka që ndodh në këtë gjësi. Ndryshimi i tretë është se qëllimi i cili arrihet në ndërmjetësimin në këtë botë arrihet si shkak i veprimit të ndërmjetësuesit edhe atij që i bën ndërmjetësimi. Pra të dy kanë një veprim dhe arrihet qëllimi. Kjo nuk ndodh me Allahun subhanahu wa taala. Pasi ne tham ajetin kul lillahi ash-shafa'atu jami'a, thuaj Allahut i përket i gjithë ndërmjetësimi. Askush nuk mund të thotë diçka vetëm se Allahu ka urdhëruar apo e ka lejuar. Pra ka ndryshim të madh njëra me tjetrën. Këtë botë tham që shkon dikush ndërmjetëson, e ky e ka një veprim, e tjetri e pranon apo jo, do thonë edhe ai ka një veprim, ndërsa me Allahun subhanahu wa taala e gjithë kjo i përket vetëm Allahut. Askush nuk ndërmjetëson vetëm se Allahu e ka lejuar apo e ka urdhëruar. Edhe jo që të shkoj dikush tek Allahu subhanahu wa taala për të ndërmjetësu, pa i dhënë Allahu xhelle fi ula leje. Ndryshimi i katërt është se ndërmjetësimi në këtë dynja kthehet ose tek dëshira që ka personi ose tek frika. Që do të thotë? Nëse dikush do të arrijë diçka tek një person me pozitë, i shkon këtij personi me njerëz që janë të afërt tek ai, ose me një shok, ose me gruan e tij e kështu me radhë. Kjo është pjesa futet, domethënë pjesa e dashurisë, po themi. Dhe personi i cili bëhet ndërmjetësimi për shkak që t'i bëj qefin personit që i ka ardhur, ai ja pranon atë ndërmjetësimin. Ose nëse i ka shkuar një person me pozitë, ose tjetër nga frika, që dikush i shkon një personi edhe i thot diçka për filanin, edhe ky nuk ja kthen dot mbrapa fjalën se ka frikë. Po kjo nuk mund thuhet kurse si për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pasi Allahu, siç e përmendëm në hadithin qudsi, thotë nuk ka nevojë, nuk i bëni dot as dëm dhe as dobi atij xhelle fi ula. Ndryshimi i pestë është ndërmjetësimi në këtë botë në përgjithësi njeriu i varë shpresat
njeriu i varë shpresat tek personi që i ka kërkuar me bën ndërmjetësim. Dhe nuk i varë tek i ndërmjetësuari. Pa marrë parasysh i ka marrë shkaqet apo jo, ama ai e ka lidh zemrën, domethënë, me personin cilin po shkon bëjnë ndërmjetësimin. Ndërsa ndërmjetësimi në botën tjetër i përket, domethënë, është gjithë shpresa e gjithë zemra, domethënë, është e lidhur vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Faktikisht i dhujtarët e hershëm këtë gjë bënin, domethënë, zemrën e tyre e kishin lidh me krijesat. Thonë këto do ndërmjetësojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thënë, siç e përmend Allahu në Kur'an, فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا. A ka ndonjë ndërmjetësues për ne që ndërmjetësojë? Zemrën e tyre e lidhën me krijesat, ndërsa besimtari kurse si zemrën e tij e lidh me Allahu subhanahu wa taala. Vetëm ai e ka në dorë dëmin ose dobin e tij. Ndryshimi 7 është se në këtë botë personi, sikur se tham, mund shkoj të ndërmjetësoj pa marrë leje. Shkon edhe nuk pyet asnjë, futet tek vendi ku ndodhet personi i cili i bëhet ndërmjetësimi, kjo ishte pika e 6, më falni, dhe nuk pyet, mori apo s'mori leje, futet dhe fillon punën, ndërsa nuk lejohet që të thuhet kjo gjë për ndërmjetësimin e botës tjetër, ndërmjetësimin e ditës Kiametit. Pasi ne tham, men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Allah shpërblet. Kush është ai që ndërmjetëson tek Allahu vetëm se me lejen e tij? Askush nuk ndërmjetëson dot tek Allahu vetëm se Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë leje, madje jo që i ka dhënë leje, po e ka urdhëruar, sikur se urdhëron profetin sallallahu alaihi wasallam që i thot washfa' tushaffa. Pra, ngri kokën, kërko, do të jepet, ndërmjetëso dhe do të pranohet. Ose kur thot Allahu yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idhnih. La tukallamu nafsun illa bi idhnih. Atë ditë nuk do të flasë asnjëri vetëm se me lejen e tij, subhanahu wa ta'ala. Ndryshimi 7 është se në këtë dynja nuk është kusht që personi i cili i bëhet ndërmjetësimi të jetë i kënaq për personin që po i bëhet ai ndërmjetësim. Për shembull, shkon dikush te një person dhe i thot, shiko filani 1 2 3 4 5 pranoja këtë kërkesë që ka. Në këtë dynja mbase mund mos jetë i kënaq me personin në fjalë. Mirë po, nga që i futet një person i tretë, ja mbush mendjen dhe ja ndryshon mendjen që ai t'ja kry atë nevojë apo t'ja largoj atë hall që ka. Ndërsa kjo kurse si nuk mund thuhet për Allahun subhanahu wa taala. Ndërmjetësimi në botën tjetër nuk ndodh vetëm se për atë person që Allahu xhelle fi ula e do dhe është i kënaq për ti. E do dhe është i kënaq për ti dhe besohet ndryshe është mendim i keq për Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot: "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dhe nuk ndërmjetësojnë vetëm se për ato që Allahu është i kënaq për tyre. Pas një besim tjetër, përveç kësaj është në nëshmim për madhështinë e tij subhanahu wa taala. Si të pranojë ai një ndërmjetësim për një person që nuk është i kënaq prej tij? Porse njerëzit, i dhujtarët kanë arritur deri në atë pikë sa që duke menduar se këta të ndërmjetësuar kanë arritur një grad tek Allahu xhelle fi ula, faktikisht ato i kanë adhuruar dhe kanë menduar që këto kanë arritur një grad të madh, saqë disa prej tyre, prej sufistëve,
kanë arrit mendojnë që Allahu disa krijesave i ka dhënë pushtet në univers. Realisht kanë shkuar në një tejkalim të kufirit, saqë me vërtet mendojnë edhe nëse kanë mangësi në fenë e tyre, s'ka gjë, do i bëj dobi tek Allahu nëpërmjet këtyre personave. Po kanë rënë atë idhujtarin që thamë se Allahu edhe në këtë kapitull thotë qul lillahi shafa'atu jami'a. Thuaj gjithë ndërmjetësimi takon vetëm Allahut dhe këtu ne kemi njësinë. Prandaj thamë në fillim që këtë kapitull e kanë përmend dietarët në temën që flasin dhe për njësimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndryshimi i tetë dhe i fundit, dhe me këtë e mbyll, është se ndërmjetësimi në këtë botë zakonisht njeriu, domethënë, i ul shkaqet apo i lën fare shkaqet për të arritur atë qëllim që ka. Pasi mbështetet tek personi që është fut ndërmjetës. Ka marrë një ndërmjetës të fortë, ka marrë një ndërmjetës të mirë, thotë hajde se ky ka për të na kryer hallin. Ndërsa besimtari kurse si nuk neglizhon shkaqet të cilat ja mundsojnë atij që ta marrë këtë ndërmjetësim prej profetit alayhi salatu wassalam ose prej me lajkeve ose prej besimtarve. E këto shkaqe lidhen me adhurimin e Allahut xhelle fi ula, me njësimin e tij, pra me veçimin e tij në adhurim, me bindjen ndaj tij, me largimin nga gjunahet, kështu me radhë. Domethënë, në këtë mënyrë e arrin njeriu ndërmjetësimin, sikur se e përmendëm, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا." Çdo pejgamber Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë atij një dua të pranuar. Edhe çdo pejgamber thot është nxituar me duan e vet, ndërsa unë thot e kam rujt ditën e gjykimit për umetin tim thot. Dhe ajo ka për të harrit inshallah thot profeti sallallahu alaihi wasallam për çdo person nga umeti im i cili ka vdekur duke mos i bërë shok Allahut në adhurim asgjë. Pra, shefaati, ndërmjetësimin në këtë botë thamë që njeriu neglizhon, thotë ha mëse unë kam gjetë një person që të ndërmjetësoj tek Allahu, ndërsa të ndërmjetësoj tek personi tjetër, ndërsa në botën tjetër njeriu t'i bën dobi vepra e tij. Që të arrijë këtë ndërmjetësim ka kushte. Dhe nuk arrihet domethënë sikurse në këtë botë, porse ka kushte sikurse i përmendëm. Veçimi Allahut në adhurim, pra mos t'i kesh bëu atij idhujtari në çfarë do lloj forme qoftë ajo. Të kesh, domethënë, mundohesh të ruash fen nga bidatët e nga devijimet, edhe të mundohesh që të jesh, domethënë, të arrish ndërmjetësimin, të mundohesh për sa më lart. Se ndërmjetësim do të marrin edhe gjunaqarët, thonë, mirë po. Mbi gjitha e rëndësishme kjo që përmendëm, domethënë hadithi profetit, ai që ka vdekur duke mos i bërë Allahu subhanahu wa taala shok, domethënë në adhurim. Ne ka që mbyllim për sot vëllezër, nëse ka një pyetje në gjë, një paqartësi. Allah shpërblet dhe ju, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.